Përshëndetje çuna dhe mirë se keni ardhur në këtë video. Sot çuna do bëjmë një var podcast të skuadrës që do luajnë nesër në Champions League. Edhe sot. Sot do bëjmë atë që do luajnë sonte, kurse nesër do bëjmë atë që luajnë nesër. Tash nesër luan Paris, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, se Manchester City do kemi për frumën. Se kam edhe në FC Mobile si skuadër. Sot lës Bayern Munchen Atalanta, që të luajnë sonte, dhe sot të luaj prap edhe Barcelona Newcastle, edhe prap sonte të luat Atletico Madrid Tottenham. Këto janë skuadrat që të luajnë sot, kurse skuadrat që të luajnë nesër janë Chelsea, Paris, Real Madrid, Manchester City që do luajnë sot. Ja, nesër. Po. Edhe Arsenal, Bayer Leverkusen, edhe Sporting Lisbona dhe Botafogo do luajnë nesër. Edhe vlerësojmë pak ekipet që do luajnë përpara, që do luajnë sonte, do të them. Galatasaray dhe Liverpool. Të dy skuadra janë shumë favorite për të fituar Champions League-ën. Dhe Galatasaray mos fitores që ka bërë në Itali, në Allianz Arena, duket, apo stadium, nuk e mbaj. Nuk besoj ta fitoj kundër Liverpoolit. Ndoshta bëjnë një barazim, po nuk besoj ta fitoj. Për mua këtë ka lënë Liverpooli. Po kjo është ndeshja parë, se ndeshja në shtëpinë e Galatasaray, në shtëpinë në Old Trafford, shumë më pëlqen fiton Liverpooli. Dhe ndeshja tjetër që do vlerësojmë është Bayern Munchen në tronin e Bayer Leverkusen, Bayern Munchen dhe Atalanta. Të forta si skuadra, po Atalanta s'ka se ku të shkojë, se Bayern Munchen këtë vit është një nga skuadrat favorite. Ndoshta shkon në finale, se është një nga skuadrat favorite për të fituar Champions League. Dhe Atalanta mos fitores në Itali, në Bergamo, që luazi kundër skuadrës gjermane, që ishte Borussia Dortmund, dhe Bayerni është skuadra gjermane, po loja kompanisë nuk është që loja si loja që ka Zviceriani i Dortmundit. Kompani ka ndeshje tjetër dhe ai tjetri ka ndeshje tjetër. Do të thonë trajneri i Borussia Dortmundit. Për mua se ndeshja e parë do bëhet në Itali, në Bergamo, kurse ndeshja e dytë do bëhet në Allianz Arena, më duket. Po Allianz Arena ka nuk e di. Dhe besoj se këto ndeshja i fiton Bayern. Okej. Ndeshja tjetër që do luhet sonte është Barcelona kundër Newcastle. Barcelona është favorite për të fituar këtë lojë, se e pashpar ishte 39% që fitote Barcelona dhe 30% që e pash në kam një program që shiva sportin. Okej. Dhe për mua këtë ndeshje në Angli do bëhet barazim, kurse ndeshjen tjetër në Camp Nou e fiton Barcelona. E kalon Barcelona këtë turn. Atëherë, Atletico Madrid Tottenham. Tottenham i fort është dhe Atletico po ashtu, se ka mundur Barcelonën herë në fundit Barcelonën që eliminojnë. Në fakt ndeshjen në fund e fitoi Barcelona 3-0, po kishte diferencë për i gol. Atletico kishte diferencë në 4 golave. Dhe Barcelona u eliminu, po këtë belqim e fiton Tottenhami këtë për mua. Okej. Ndeshja tjetër është kaq. Këto ishin për sonte dhe do vlerësojmë ndeshjet për nesër. Atëherë, Manchester City Real Madrid. Ja, do vlerësojmë para Paris Saint-Germain kundër
kundër Chelsea. Paris o i fort, po këtë vit nuk është aq i fort, humbi kundër Monaco 3-0, më duket se bëj mend. Po besoj se këtë ndeshje në Paris dhe ndoshta e fitojnë këta francezët, po në Angli do fitoj Chelsea, është shumë favorit. Për mu këtë radhë e kalon në Chelsea. Ndeshje tjetër është Manchester City Real Madrid. Kjo është ndeshja më e bukur e Champions League për mua. Ndoshta dhe se këto dy skuadra do ndeshin çdo vit, ndeshin 2 herë në Champions League. Është përballë dhe El Clasico e Europës. Këto dy ekipe. Për mua ndoshta Real Madridi ka shumë lojtar të dëmtuar si Mbappéja, Bellingami dhe Rodrigo që nuk mund të na bëj gol, siç ta bën herën e parë. Dhe kurse Manchester City ka vetëm 2-3 lojtarë të vramur që kanë thyer në gjë, nuk e di që kanë bë, janë dëmtuar. Për mua ndoshta mund të bëjë diçka Real Madrid, po e fiton Manchester City këtë herë. Ndeshja tjetër është Botafogo Sporting Lisbona. Sporting Lisbona i fortë, po Botafogo shumë më fort. Botafogo ka mundur si Interin dhe si Manchester City 3-0 kundër Manchester City duhet, edhe 3-1 kundër Interit, më duket. Se më mend se ka koçi në bëmbo, kam afër i muj. Këtë herë kalon Botafogo. Ndeshja tjetër është Arsenal Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen është bërnut këtë vit, kurse Arsenali është në vend të parë me 67 pikë në Premier League dhe ndoshta e fiton kjo, ndoshta mund shkojnë në finale ndoshta kundër Bayern. Si Bayern dhe Bayern Munchen dhe Arsenal janë ekipet favorite për të fituar Champions League këtë vit. Dhe kjo ishte video për sot, shpresoj të keni pëlqyer, mos harroni të bëni like, subscribe dhe shihni në videon e radhës. Bye bye.